Një pacient 69 vjeçar ka ndruar jetë nga komplikimet të shkaktuara nga gripi sezonal në klinikën e sëmundjeve infektive në Shkup. Siç tha drejtori i klinikës, Fadil Cana, personi ishte sjellë në gjendje të rëndë dhe kishte komorbiditete. Pacjentот беше донесен во исклучително тешка општа состојба со развиена масивна бронопневмонија и акутен респираторен дистрес синдром. Пациентот веднаш беше пристапено навремено од страна на медицинскиот тим во одделот за интензивна нега, но покрај сите превземени мерки пациентот за жал почина. Cana tha se pacienti nuk ka qenë i vaksinuar. Треба да се напомене тоа дека пациентот бил со доста коморбидитети, хронична обструктивна белодробна болест, кардиомиопатија и други болести. Многу е важно да се напомене тоа уште еднаш дека пациентот не бил вакциниран, иако што бил во групата на пациенти што требало да прими сезонска вакцина. Në klinikë, siç informoi Cana, aktualisht janë të hospitalizuar rreth 25 deri në 30 pacientë me grip, prej të cilëve disa me shenja më të lehta e të tjerë me pamje klinike më të rëndë. Disa prej tyre janë me mbështetje oksigjeni, ndërsa vetëm një është në ventilim mekanik si rast më i rëndë. Kjo është viktima e dytë sezonale nga gripi pasi javën e kaluar në klinikën universitare për sëmundje infektive dhe gjendje febrile në Shkup vdiq një paciente 75 vjeçare me grip. Nga 5 deri më 11 janar, sëmundjen e kanë marrë gjithsej 2322 persona, krahasuar me javën e mëparshme kur numri të sëmurëve ishte 1725, sipas statistikave të Institutit të Shëndetit Publik. Krahasuar me mesatarin e numrit të sëmurëve në sezonin e kaluar, shifrat e fundit tregojnë se ka një rritje prej 2 herë më shumë.